Ju përshëndesim, mirë se erdhët, jemi drejt për së drejti në rrezën tonë në Guzhinë. Në Guzhinë, sepse këtu nis puna, nga këtu fillon gjithçka dhe ndaj jemi në këto ditët festive, ku sjellim receta dhe shijojmë. I shijojmë mirë këtu në studio, pastaj i gatuajmë në shtëpi. Dhe me sa duket edhe sot, një recetë të tillë kemi, po kemi një gjë që e bëm pak ndryshe, kam përshtypjen recetën e sotme. Pra, apo jo? Përshesh se me... ke kombinuar veshjen me tavën sot. Po, prit kam kombinuar dhe të tjera, po, a bësh fakt. Kemi një pul, normalisht mua më pëlqen që t'i sjell gjithmonë gatimet për ato persona që nuk kanë. Dhe për shumicën e njerëzve që janë këtu dhe me gjithë respekti më të madh për moshën e tretë. E dim tashmë, gjithë kemi pasur nëna në pension, i kemi akoma, kush i ka me jetë gjatë, kush nuk i ka, tirojmë e t'i kujtojmë. Pra unë kam marrë vetëm një pul, një zog, o gjeldeti, o puldeti, o një zog, si të dëshironi ju. Thjesht e laj, mirë, pra, dhe e thaj. Vendos të kem kripën, piper dhe pak spec të kuq. Vaj. Pra do e marinojmë në këtë formë. Dhe një nuk për ta trazuar. Në kështu pra është dhe cipa dhe bashkë me erzat, me yndyrën. Pra shpesh herë mua më pyesni vazhdimisht, sepse siç janë këto receta që nxjerrin në faqen e YouTube-it, normalisht edhe unë këto receta e nxjerr në faqen time. Pra, thjesht unë në faqen time nuk kam se t'ju jap sqarimet, sepse ju i keni në YouTube-in në emisionit Rrezë Dielli. Pra, çfarëdo që ju keni, drejtoni në Rrezë Dielli dhe keni çdo sqarim. Sepse shoh që kërkoni sqarime, por janë të gjitha te Rrezë Dielli. Pra ideja është që kur receta postohet në rrjetet tona sociale, e po ashtu edhe në kanalin tonë në YouTube, ajo vjen me gjithë shpjegimin e përgatitjes së recetës. Pra në mënyrë të detajuar, tregohet edhe shpjegimi, zbërthimi i recetës. Si veprohet në studio, ashtu zbardhet edhe për faqen tonë në YouTube, në kanalin tonë zyrtar. Normalisht ka dy mënyra. Të mbushjes, të përgatitjes. Ka mbushje, po kur bëjmë me doll ose për shesh, nuk mbushet. Unë po jap për zogzën, për shembull, për pulën, nuk mund ta vendos gjalpin poshtë lëkurës, sepse ka një sipërfaqe të vogël. Niki, më jep të lutem. E zgjedhur në përmasat e dhe furrën e parangrohur. Më thot dikush nga çuna tani në mëngjes. Nuk e harroren pana, thua gjithmonë furrën e parangrohur, asnjëherë, ja nuk e harroj. Dhe ja duhet parangrohet, se ndryshe spiqet mirë. E masazhojmë dhe luajmë mirë me përzierjen e erzave. Dhe marr pak ujë. Do t'i vendosim më pas të kapakun dhe do t'a lëm të piqet në terezinë e vet. Për të marrë kohën e duhur. Po të dëshironi ju, shumë mund të vendosë edhe një gjethe dafine thjesht për aromë. I vë kapakun dhe direkte në furr. Ja të ke vendosim dhe e lëm të piqet. Tani furrën e çoj tek arritim pak se 240 aftë është me kapak. Gjithë ajo tavë thuash dhe i largoj. Dhe trashësia e saj do patjetër një temperaturë më të lartë derisa të depërtojë temperatura brenda tek pula. Se si do të jetë më pas receta,
Do të bëjmë një përmbledhje tani të produkteve, se çfarë ju duhet për përgatitjen në kushtet e shtëpisë, një pul, ndryshe nga ditët e tjera siç e kemi përgatitur, sot do ta sjellim me përshesh. Pra, një pul, ju duhet krip, piper i zi, piper i kuq, pak hudhër, rigon, vaj ulliri. Do të përgatisim edhe përsheshin dhe kulaçin e tij do ta zëm tani me 4 gota e gjysmë miell, 2 gota ujë të vakët, pak sodë buke, 1 lugë gjelle pluhur pjekës, 1 lugë çaj sodpra dhe 1 lugë çaj krip. Ky është kulaçi. Për lëngun e përsheshit, na duhet 1 qep, 2 thelpinj hudhër, krip rigon nenexhik, piper i zi, piper i kuq dhe ujë apo edhe lëng pule. Pra, receta është ndarë në 3 pjesë. Merrni përbërësit. E filluam që ditën e sotme që t'i kemi gati edhe për Krishtlindjen apo edhe për tryezën e ndrimit të viteve. 2 gota? Do zëm tani kulaçin, ë? Ujë. Më shumë se i vakët. Pak më shumë se i vakët. Me këtë gotë që ne nisim, normalisht me këtë gotë matim edhe mielin. Ama i kanë larë gocat. Shife, Dikur nëna ime më thoshte dëgjoj, i pastronte dhe në momentin që kërciste, do thoshte që ishte e pastër. Aty që ke arritur pak. Atëherë shtoj mielin. E mielit. Ujë vakët, shtojmë edhe mielin në raportet që treguam. Sepse unë do ta punojmë. Se kam mbushur fiks tamam, gotën tjetër, 3. E lë këtu dhe shpesh herë unë them sa ujë ose sa miell të marr. Përse? Ju i keni masat, por nëse unë për shembull kam vendosur ujin pak më të nxehtë, normalisht do më marrin më shumë miell. Do të shtoj sodën, pra kulaçi, në kur themi kulaç, do vetëm sodën, kripën, ujin, mielin. Nëse ne flasim për kulaçin e dikushëm, sikur se themi për bukën e mistrit, do ujin, kripën, mielin e mistrit. Nëse ne duam që t'i japim një aromë pak më ndryshe, normalisht është pluhuri pjekës, e kam thënë disa herë, ja të marrë dhe pak sheqer, sepse kam haruar sheqerin, pakës fare sheqer. Sa për të kripa dhe sheqeri në brumë, janë shumë të domosdoshëm. Nëse ju doni t'i jepni një aromë pak sa më ndryshe, normalisht përdorni dhe pluhurin pjekës. E kam thënë që pluhuri pjekës luan të njëjtin rol si soda, por ka një aromë të veçantë. Trasohem mirë dhe do ta vendosim për të pjekur aty tek pula. Ne t'i bëjmë edhe lëngu, do ta bëjmë tamam për tryezën që do shijohet pak më herët. E bukur është që ne vitin e ri ose përsheshim pulën gjitha gatimet e tryezës, i shijojmë pak më herët, sepse i gatuajmë këtu në Rezedielli. Ne jemi të përfshirë totalisht në atmosferën e festave. E mira është të lihet pak. Të pushoj pak. Po. E bëj një herë me luk, tani më pas. Po, të do patjetër që ta punosh mirë. Edhe me dorë, edhe pse kulaçi nuk e ka shumë të domosdoshme atë punimin si byreku për shembull. Nuk do për shembull, do të jetë më i butë se brumi për byrek. Po. Pra, edhe një punim me ngrohtësinë e dorës dhe lëm të pushojnë, ndërkohë që ndodh ky proces dhe si gjithmonë na vjen në ndihmë mielli për çdo përdorim, mielli super nga Ola.
për të realizuar recetat që me të ëmblat, ashtu edhe tek të kripra, tek byreku, tek tradita e me radhë. Ne do të shkëputemi vetëm për pak tani, është mesazhi promocional i këtij minuti. Prandaj masolla. Këtë të bukurën. Të këtu ta pjekim, Të japim edhe çik lezetin enve, se çdo një dëshirë e nga një shenjë që fillojmë, bëni se helbete mund i thosha një muhabet tjetër. Për shembull, për pastaj. Okej. Ja, do të na kapim befasia. Brumi ky do të jetë për kulaçin. Vendosim direkt në një tavë kështu festive. Pra duhet të jetë kaq i butë. Super. Pra, bëm gati bukën për përsheshin pra kulaçin për përsheshin që do të shoqëroj për pas pulën, dhe sigurisht që lëngjet që do të lëshohen aty do të na shërbejnë më së miri për të bashkuar shijet, për të unifikuar shijet. Erëzat nga njëra anë, shija e pulës, aroma e saj, pakës vaj. Duhet, do të bëjmë përsëria të kulaçin me lek pastaj në ditët në vazhdim. Po. Është i fatit. Laj pak duart? Sigurisht duhet edhe pak vaj në sipërfaqe. Pash tani nga produktet që do të bënim edhe salatën ruse, apo jo? Po. Janë nga më të ndryshmet variantet, mënyrat se cila prej anvisave e sjell sallatën ruse, ne ai ku kemi përbërësit për ta përgatitur atë, dhe që nuk mungon në asnjë tryezë të tillë të festave të fundvitit. Dikush ton më shumë element, dikush i qëndron besnike klasikes të sallatës. Eksperimentojmë sepse çdo vit do të provojmë diçka ndryshe. E mira është që të qëndroj. Po, e lëm këtu më një. Edhe pse temperaturat nuk janë dhe fort të ngrohta, po megjithatë mund ta lëm afër sobës, furrës, ose sobës aty. Shikoj tani fillon edhe do t'i bëj. Edhe duke pushuar, një brum i qetë që pushon, piqet më mirë, na jep një rezultat akoma dhe më të mirë. Këtë shpimin me pirun e ka të domosdoshme që në momentin që fryhet pak, por edhe pak për dekor, na çon i bërë edhe dekor të festiv. Edhe dekor festiv. Të tillë sa të pushoj pak dhe direkt në furr. Do ta pjekim. Sipas mundësisë që do të ketë, edhe radhës si do të ketë furra, se furra e di se ç'po heq këto kohë. Unë e di shumë mirë që ju do të thoni dëgjoj, kulaçin e bëj me kos. Pra ka zona të ndara dhe mua shpeshherë më bjen për detyrë t'ja u sqaroj sepse e di që ju do shkruani. Pra ka zona dhe zona, që dikush e pranon kosin, dikush e bën kos qumësh, dikush i fut pak gjallë, por origjinali është vetëm ujë, sod, miell. S'kishim kos ne, a thotë ti, për ta bërë. Për ta zënë. Atëherë në furr, duke qëndruar pak derisa të marrë dhe volum, merr edhe më pak volum sepse soda dhe jep atë shijen specifike të veçantë. Atëherë ta lëmë edhe pak dhe vazhdojmë me erëzat e tjera, unë i kam për përsheshin. Gjë që përsheshin nuk e bëj dot tani, po Niki, e vendosim që të kemi dhe kohën? Po, ndërkohë